Banorët e Mirakës në Librazh kanë protestuar këtë të hënë pasi punimet për zgjerimin e korridorit të 8 i kanë bllokuar aksesin në fshat. Sipas tyre, 7 fshatrat e Librazhit dhe 2 të Elbasanit kanë dalje vetëm në drejtimin e lëvizjes Elbasan-Librazh, por bllokohen anasjelltës. Na ka lënë pa dalje fare. Kemi e shef vetëm për nga ana e Elbasanit kur vjen për në polis, është dalje, është aktuale, ndërsa nga krahu tjetër që vim nga Librazhi derisa shkojmë në Xhiberrak i bime bë 7 kilometra çdo ditë. Përderisa është mundësia me u bëj dalje, edhe inxhinierët e kanë pa, dhe e kanë miratuar që mund bëhet ajo gjë, po thjesht duan diçka nga të parët që kemi ne, nga kryetari, nga deputetët. Qysh kur filloi rruga këtu ne dolëm në takim me këta të firmës Arashes, ta thanë do bëjmë hyrje, dalje të rregulla ashtu siç do komuniteti. Ta tani na kanë bllokuar. Vim nga Librazhi ne duhet ikim Xhiberrak. 3.7 km me vajt, 3.7 km mërth, i thonë 5-7 km plus. Kur ne një kohë shkojmë me 7-8 km në Librazh, ne shkojmë ditë për ditë, qojmë fëmijët në shkollë. Tonë nuk kanë bë, mi thënë nësë në mështet as pushteti, as ta qeveritarë që vinë vetëm për vota këtu, të shi nuk i shef, ne duhet shpallëm zonë neutrale. Mos kemi komunikim as me Elbasanin as me Librazhin. Pavarësisht se këta e bëjnë, ose të bësh vetë gjyqësi me këta, nuk ka rrugë tjetër. Kështu se këta nuk kanë lënë xhep, nuk kanë ka kalojnë nga zbresin në Europë. Nuk janë gjithë me makina, njëri do vi me fugon, njëri me autobus, por nuk ka nga kalon, nuk ka ku në lon as fugoni as autobusi. Banorët thonë se tashmë janë bllokuar të gjitha linjat e transportit ndërqytetas dhe për ato familje që nuk kanë automjete, lëvizja është e pamundur. Pas kërkesës së banorëve, ARSH shprehet se do të shohë mundësinë e një zgjidhjeje teknike duke shqyrtuar kushtet e terrenit dhe parametrat e sigurisë rrugore.